në media por dhe në rrjetet sociale janë turrur një lukuni njerëzish duke fyer e linçuar Robert Ndrenikën. Dua të them se në filmin Prefekti ai luajti rolin satirik për Qazim Mulletin, duke pretenduar se sa i rrezikshëm e i korruptuar ka qenë pushteti para rendës i Enver Hoxhës. E në fakt si shpërblim nga Enveri mori një transferim dhe shtëpi në Tiranë. Por jo vetëm kaq, se pasardhësi i Enverit Saliu e shpërblej atë si deputet 92-96 në shpat të Elbasanit. A thua se nuk ishte të përdjegur politik apo intelektual Elbasani që të vendoseshin jo thjesht se nuk ishte intelektual Roberti, por duhet të ishin disidenca e komunizmit si deputet të 92-shit. Këtë nuk e bëri. Ju sot e shani se shkoj në sallën e gjyqit dhe përqafoj Erion Velin. Dua t'ju them se Saliu përsëri Erion Velin e shpalli të përndjekur politik, madje si disident të regjimit të Ramës, sepse nuk është i korruptuar, por rivalizon atë. Prandaj të dashur vëllezër motra, ju që shkruani kundër Robertit, kuptojeni mirë se nga rjethuji. Unë ju bëj thirrje që ne të bëhemi bashkë dhe të shporrim këtë shpur 36 vjeçare dhe mos merrem fare me Robertin. E pa dje protestën se çfarë ndodhi. Më vjen keq që ajo pasuri kombëtare, ajo parti e madhe të katandiset në 1000 veta. Por një thirrje kam për ata që janë rrethuar dhe lpin Sali Berishën, mos na hedhin ca foto në Facebook për të manipuluar opinionin publik, se në fakt gjithë populli e pa ku jemi. Kuptojeni qartë se populli nuk ju ndjek më pas. Populli i revoltuar nuk lej pal hajdut dhe të marri pal tjerë, por kërkon një energji të re dhe kjo energji po vjen. Një alternativ e qartë kundër këtij trekançi do të jetë së shpejti para popullit. Dhe si në dritën e diellit do t'i kthejmë legitimitetin e duhur jo vetëm të djastës, por garancive juridike, ekonomike dhe politike të gjithë popullit shqiptar.